Qysh qomin sabah rajnë. Që nirin rrugë, që avon në kupësho, që valla, që këner, atë që kënejo të shku. Maraki jo, rej ato, rej këto, rej, shesim, rejmë. Dalim prej shpis, e rejmë të shpis, e rejmë fmin, e rejmë grun, e rejmë prindin. Shkojmë shkoll, e rejmë asimtari, Allah i s'mund t'im konë. Kur kun nuk ka të s'mund ma shumë se në shkoll. Non stop ka njerës të s'mund në shkoll. Për çdo ditë, pse s'ke ardhi, më ka një smut, barkim ka dhim. As spital me shku nuk ka ma të smut se zot që ka në për shkolla, për shkak rrenave të nxënësve dhe studentëve tanë. Prandaj rrena si rren, ndërun vllazën, nuk ka prej cilësive të muslimanit. Nuk është tipar i muslimanit, me rajt, me mashtru, me tradhtu. Ande ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, Ayatul munafiqi thalath. Në rivajet 4. Shajet e munafikut janë 3. Transmetim tjetër janë 4. Idha hadath kadhab. Kur të flet rran. Kur të premton tradhton. Kur të jepet emanet diçka të mashtron. Dhe e 4-ta, kur hyn konflikt eksplodon, kur hyn bisedë e she eksplodon, do me ta mshu, do me të vra, edhe sikur që shohim nga tërresa të shumta. Ase për këtyre cilësive nuk është prej cilësive të muslimanit. Cilësia e dyftyrshit, hipokritit, munafikut është kur të flet rran, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu Teala të tillët i regjistron edhe i konsideron sikur munafik. Shiqare Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ofiqi Resulullah sallallahu alaihi wasallam mesin e Mekasve ka qenë El Amin, besnik, njeri që s'ka rrejt kur, 14 vjet i ka pas kur o bo pejgamber. Dhe populli vazhdimisht e ka quajt dhe e ka thirr me emrin El Amin, o besnik. Pse? Se kur s'kan një rren për Resulullahit sallallahu alaihi. Mas shumë t'i rren, halal dhe në haram janë parlamentarët. Njerëzit e cilët e quajnë në gjuhën e gazetarëve ligjvënësit, vën ligje. Ata vinë dhe thëjnë, bën mu hap kamatat bankare. Është halal kamata. Më zoti bëllet haram që, rebe që aty ne. Halal. Bën thët mu shit alkoholi. Veç janë nër 18 vjet, përmi 18 halal e kini. Mërë haram, shëbe. Halal. Bën thot pederat mu martu në medveti. Bën se kjo s'përkon shoj halal. Haram o aj që fol kundër pederat. Subhanallah. Marak dikush më kon peder. Edhe me do në rrug me kalzu që jo peder. Marak ju ka met meraku me dalë në për rruga, beshin e ta shish për lypin, do na me bon maj paradën ton, edhe me dalë në për rrug që jena pedera na. E kanë me ligj të garantume, jo, dojmë me na po që kush jemi, ne, mishteri dojmë me lyp ata. Se jonë të hekzar për mishteri. Edhe këto në është të në dokën neve si hajgare, me po kjo realiteti jëtë të ne. Më adë, edhe me rrejt, haramit mi thonë halal, mjerë për këta njerës të Allahu Teala, mjerë për këta njerës. Halalit, urnit Allah mi thonë haram, mu që me votu kundër shamis, kundër mu mësu feja në për shkolla, unë du të japë një myshde për e këtuit, me po jo për vendin tonë, po me gjithat për vlezërit tonë. Mbram, parlamenti i Turqis ka miratu ligjin që prej klasës 5 në Turqi, fëmijët kanë drejt me lyp lëndën e Kurani Kerimit edhe jetën e Muhamedit alayhis salam. Dy lëndë. Ashtu edhe ndaj armiqve duhet mos sjell me sinqeritet dhe pa rrena, pa intriga dhe pa mashtrime. Sa Allahu Teala na ka urdhëruar, ka thënë ju që besut, Surat Maida ajeti 5. Bëheni plotësisht vendosur për hir të Allahut duke dëshmuar të drejtën dhe mos t'u shtyje urrejtën ndaj një popullit e t'i shmangeni drejtësisë, bëheni të drejtë sepse ajo është më afër devotshmërisë. Valla këto e kombinati
haki në anën e këti, veç për i natit ti ku me shku me dëshmu rrejshëm, Allah i dënën për këtë punë. Edhe nësa puna armiku tënë, njëri që se dënë, kur vjen puna me dëshmu, ki me dëshmu, që është realiteti dhe haku, mi adhon, hakun, mos me rrejt, se dënë Allahu Teala rëndëson. Kjo nëse është për qafirin, për armikun, qka puna për mikun? E ke bati dhe ne që a thë njëzit, ti e kona ty, kalzobe që ka mesela, zdi, ja, mu mas për zdi, ja, zdi, më konë me hongër diqka, pëse bebe që ju dy, po dhe edhe unë e me hongër nëjë 3 leqë. A kuro puna me nda me drejtësi, jo, zdi. Kjo është shejtan akhras, shejtan me mec. E din hakun, edhe shukat. Po së më fola se e kom temin. Jo, fola Allah, fola. E këto probleme për ndodhe kur ka nga tresa në mes bashkëshërdve, kur do burri me grunë munda dhe dikush ka po dhe i din realitetin e zullume që ka po djali vajzës ose vajza djalit, du të me kalzun me gjdiz burrave që ky është haku. Edhe nësa është kundër djalit vetë. E pa shturqi para disa ditë. Pik natës o arë djali i dehun shpedhe për rreh grune vetë me alkohole, me droge, me këtë zezat. E non stop për rreh baba nalt në banesën tjetër, në pik natës bërtime madhe poshtë, zbret baba poshtë, edhe fillon me i bërtit djalit vetë, aje sulmon babën, baba thiken ja pret fytin edhe myt djalin e vetë, edhe dul para kamerave pëthen aje pishman, tha e ka lyp moti se i ka bo zullum robit që i kena pru e manet në shpitan. Bab, që kjo bab, i ka kushtu me evlat, po e ka majt anën e hakut, e ka rujt anën ati që është bo zullumi. Edhe nëse ka qenë reja vetë, edhe nëse është e reja jote, për eshe djali për i bën zullum, edhe nëse është qika jote për eshe për i bën zullum, shpiz vjahriz, ki mu qua dhe me mbrojt hakun, mos me e shukat kur vjen meselja, mos me mbrojt pa drejten, po me mbrojt të drejten, vetëm në të njërë, ka mundësi Allah me ndru gjendjen tonë në cilën gjindemi, e jo vazhdimisht mu anku pas të ne, valla, jena bo shoqërije korruptume, mashtrimeve. E një të vrejt tash për shamëll tatë natës i qenë letë Shqipnisë të në kini shpijuna për i kalzën Rusisë dhe kines e për i qenë leta që tërkuj sekretet e natës për i kalzën. E që qështu, se këta i kanë mësu që janë bitë e majmunit, ta majmunovën në herë, vërë japin anë në kënene letat e informatët. A muslimani nuk e bënë, nuk o trahtar, nuk rren as mashtran. E ju ata spidonimi, pas, ja pa që hajrit të në majmuna, se i keni mësu në shkollë. Ne jemi me preardët të majmunit, andaj majmunovëni.